shkurtër i Patjetër. integrimit, besoj që qytetarët e dinë, po me dy fjalë. Në gjendjen që është sot Shqipëria, nuk ka asnjë shans të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian. Zero shanse. Ose BE-ja nuk do jetë më BE, nuk do ekzistojë më. Si mundet një vend që s'bën zgjedhje, nuk ka zgjedhje të lira, do të futet në Bashkimin Evropian? Nuk është futur kurrë asnjë vend. Të gjitha vendet që janë bërë antare të Bashkimit Evropian nuk e kanë diskutuar demokracinë. Kur Greqia filloi procesin e asocimit, u ndërprej nga junta ushtarake dhe kur u bë demokraci filloi prapë. Kur Spanja ishte diktaturë, aplikonte, nuk i kthei përgjigje. Dhe u bë antare kur u bë demokraci. Dhe kushtet u bën të njëjta kanë qenë për herë, por u shkruajtën si kushtet e Kopenhagenit, kur ra komunizmi për vendet e lindjes, që s'mund të diskutojë demokracia, shteti i drejtës. Dhe nuk mund diskutohet që të bëhesh antar kur ti s'ke zgjedhje. Dhe këtë e thot ose Beodiri, që partia dhe shteti s'kishin vijë ndarse. Parti dhe shtet nuk konceptohet në Europë. Partia shtet është koncept i kohës së diktaturës. Dhe kjo është në raportin që i referohet ose Beodirit, kjo është nga vëzhguesit e Parlamentit Evropian, që shkojnë dhe thonë madje dhe krimi ndërhyrin